Rreth 200 punonjës të kompanisë naftënxjerrëse Bankers Petroleum në Marines janë ngritur në protestë mëngjesin e kësaj të mërkure. Jemi totalisht të diskriminuar në të gjithë nivel paga SBA. Sipas kryetarit të sindikatës së sektorit hidrokarbur, Dritan Shahu, pas disa protestave që janë zhvilluar e kërkesave të naftëtarëve që nuk janë marrë parasysh nga drejtuesit e kompanisë Bankers, Këshilli Sindikal i përbërë prej 10 antarësh do të hyjë në grevurie në zyrën e sindikatës në Marines. Ne nuk do të dalim nga greva e urisë dhe nga greva e përgjithshme, pa u realizuar kërkesa jonë prej 18% rritjes së fondit të përgjithshëm të pagave. Ky 18%, cili do të rritet, që ne kërkojmë të rritet fondi i përgjithshëm i pagave, kërkojmë të shpërndahet për pagat e ulta dhe për djemtë që punojnë në fushë, për të ulur diferencën ekstreme të pagave që ka këtu në shoqërinë Bankers midis punonjësve të fushës dhe punonjësve të tjerë, ose edhe midis disa punonjësve që këta i kanë bërë rritjet në mënyrë preferenciale. Mes të tjerash, punonjësit thonë se prej një dekade nuk kanë njohur rritje page, përfshi këtu mohimin e shumë të drejtave të tjera në punë. Ne po kërkojmë veç dinjitet, po kërkojmë buk dhe fytyrë për familjet tona, sepse këta të lënë edhe pa buk, për mos patur e fytyrë. Neve sakrifikojmë për Bankersin, për kompaninë, e kemi kompaninë, jemi treguar dhe shumë tolerancë gjithë se i kohë me kompaninë që ata të na kuptojnë hallin. Kërkojmë pozicionimin e vendeve të punës, që deri tani janë tallur me ne. Kërkojmë ngritjen e rrogës ka 10 vjet që nuk po ngrihet. Kërkojmë inflacionin që po të marrim shembull buka para 2 vjetësh ka qenë 800 lekë. Sot është 1300. Vetëm me bukën një shqiptar apo një punëtor i naftës humbet 15000 lekë në muaj. Ata thonë se janë të vendosur të shkojnë deri në fund zgjidhjes së kërkesave të tyre. Ndërkohë, nga ana e kompanisë Bankers Petroleum nuk ka asnjë reagim deri më tani për situatën.